Sektori i pastrimit në fakt në Shqipëri është i ndarë midis publikut dhe privatit, ajo që është më shqetësuese në fakt, jo se edhe në vende tjera është midis publikut dhe privatit, ka një tendencë që shkon më tepër tek privati, por arsyet që dihen sepse publikut i del me kosto më të larta dhe publiku duhet të jetë më interesuar për politikat e zhvillimit të mjedisit se sa të merret me aksionin konkret. Pra të anoj nga privati, sektori i pastrimit nuk është ndonjë gjë e keqe dhe s'ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme është institucionet publike çfarë roli kanë. Sigurisht, duhet ta pranojmë që ky sektor nuk është nga ato sektorët që ka luzuar në Shqipëri, si kundër çdo sektor tjetër. Është një sektor vërtet që paraqet probleme që në modelin e organizimit qoftë tek publiku, qoftë edhe tek privati. Është ai sektor që nuk është parë me atë syrin dashamirës në raport me vështirësitë që ka sektori, nuk është parë me atë dimensionin human dhe social të punojësve, kryesisht në infrastrukturë dhe në terren që janë shumë të angazhuar, por këtu përgjithësi ka shumë të madhe institucionet, qoftë publiku, qoftë edhe privati që kanë në dorë menaxhimin e sektorit, por jemi me përgjithësi edhe ne vetë si shoqëri në mënyrën se si e trajtojmë mjedisin, në mënyrë se si sillim ndaj menaxhimit të mbetjeve, ndaj ndryshimeve klimatike, ndaj të gjithë elementeve që lidhen me mjedisin. Pra ne nuk duhet të prodhojmë dot jemi disore për hir të faktit se mendoj se dikush duhet ta pastrojë atë apo po e bëjmë për të hapur një vend pune. Kjo është një qasje as pak e mirë. Megjithatë, rasti me çështjen e sindikatave, jo për replik, por shiko, ju shumë mirë që angazhohen në këtë sektor, po ajo që unë dëgjova në rastin tuaj kur më thuat që kanë vizituar me kryetarin e bashkisë, ka kështu do të realizoni trajnim. Unë shumë mirë që vizitoni me të gjithë aktorët lokal qendror apo përtej këtyre apo me shoqërinë civile, mediat. Rëndësi ka ndërgjegjësimi, por unë mendoj që institucionet qendrore nuk duhet ju merret leje për të organizuar as sindikata, as mbrojtjen e punojëve. Ne jemi në një sistem demokratik.